Sana Takachini, e njohur për përqendrimet e saj të ashpra konservatore dhe frymëzimin nga ish-kryeministra britanike Margaret Thatcher, fitoi 237 vota kundrejt 149 që mori rivalja e saj Yoshiko Noda, kreu i partisë kryesore të opozitës. Ajo pritet të bëjë betimin pas rënies dakord në koalicionin e qeverisë që i siguron shumicën në parlament. Takaichi merr drejtimin e qeverisë pas dorëheqjes në Shigeru Ishaba, i cili detyroi të largohej pas humbjeve të thella zgjedhore në fillimin e këtij viti. Ardhja e saj në pushtet konsiderohet si një ndryshim i fortë politik në Japoni, pasi ajo ka shprehur mbështetje për rritjen e buxhetit të mbrojtjes dhe reformimin e kushtetutës pacifiste të pasluftës. E etiketuar shpesh si ultra-konservatore, Takaichi ka shprehur kundërshtimin ndaj martesës mes personave të njëjtit seks dhe ruajtjes së trashëgimisë vetëm në meshkujt në familjen perandorake. Një tjetër pikë e debatueshme në qendrimin e saj dhe heqjen e të drejtës për çiftet e martuara për të mbajtur mbiemra të ndryshëm. Megjithatë, politika e fortë, ajo ka një anë të pozakontë për një udhëheqëse konservatore, pasioni i saj për muzikën heavy metal. Dikur bariste në një grup kolegji, Takaichi ka pranuar publikisht se është fanse e grupave si Black Sabbath dhe Iron Maiden. Sfida e parë ndërkombëtare për kryeministren e re do të jetë takimi me presidentin amerikan Donald Trump, që pritet të vizitojë Japoninë në fillim të javës së ardhshme në kuadër të turit të tij diplomatik nazi.